Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi u takua këtë të hënë me homologun grek Nikos Dendias gjatë një vizite zyrtare në Greqi. Sipas mediave greke, pas takimit privat të dy ministrave u zhvilluan bisedime të gjëra midis delegacioneve. Ministri Nufi theksoi se Greqia mbetet një mik dhe aleate e çmuar, ndërsa vlerësoi mbështetjen e palëkundur greke në rrugëtimin evropian të Shqipërisë. Dy ministrat konfirmuan vullnetin e përbashkët për të forcuar më tej marrëdhënie dypalëshe të mbrojtjes dhe shqyrtuan mundësi të reja për bashkëpunim në fushën e sigurisë kibernetike. Shqipëria ka bërë përparim të rëndësishëm në rritjen e qëndrueshmërisë kibernetike përmes bashkëpunimit të ngushtë me aleatët e NATO-s dhe partnerët strategjik, dhe jemi të gatshëm të forcojmë angazhimin në fushën kibernetike si në nivel dypalësh, ashtu dhe brenda kuadrit të strukturave të NATO-s, u shpreh Nufi. Nufi gjithashtu vlerësoi ndërveprimin e fuqishëm ndërmjet personelit ushtarak të dy vendeve përmes aktiviteteve të përbashkëta, edukimit ushtarak, programeve të trajnimit dhe shkëmbimit të ekspertizës, ndërsa temë tjetër e bashkëbisedimet mes dy ministrave ishte dhe thellimi më tejshëm i bashkëpunimit, koordinimit dhe ndihmës reciproke në përballimin e situatave të mundshme të emergjencave civile gjatë sezonit veror. Dendias informoi Nufin rreth progresit të reformës së forcave të armatosura greke në kuadër të Agjendës 2030, duke prezantuar boshtet kryesore të modernizimit. Njëkohësisht, takimi ngriti çështje rajonale dhe ndërkombëtare të mbrojtjes dhe sigurisë, me theks në stabilitetin dhe bashkëpunimin në rajonin më të gjerë.